dy gjërat kryesore janë pjesa edhe stafi, po themi, regjisori, aktorët. Është një element. Po pate këto dy, po. Po mos jenë ata, zbret puna hiç. Po pjesë e mirë t'jep mundësinë të bësh karakter, të bësh rol. Një pjesë jo e mirë, jo e shkruar mirë, t'jep të nxjerrë edhe ty, nuk të nxjerrë shumë mirë. Sado që të mundohesh, nuk do të çdoj personazhi, nuk ke shumë gjëra për t'i bërë, që nuk të vjen se ndihet pak aktori ndihet se nuk i vjen. Ka batuta që nuk i vijnë për shembull. Dhe ajo ndodh shpesh kur është e shkruar keq. Do të thonë ty thua pse harroj gjithmonë këtë batutë, për shembull, sepse e ka shkruar ai në një mënyrë që nuk të vjen e natyrshme, organike. Dhe të ndihmon shumë. Leq që pastaj kur janë vepra të mira, sidomos të autorëve të konfirmuar, dramaturgëve të konfirmuar, kanë shumë nivele dhe t'jep një kënaqësi shumë të madhe, se ti shkon në një nivel, po përpiqesh të thellohesh te tjetri, se ka shumë dimensione, nuk mbetet thjesht në kufit, si përfaqen.